ne konsiderojmë të mundshme dhe plotësisht të mundshme edhe fitoren e Bashkisë Tiranës, sigurisht edhe bashkive tjera, në rast se do të unifikojmë përballë këtij regjimi të gjithë aktorët, faktorët, në rast se të gjithë partitë politike opozitare do të bashkëndojnë agjendën e tyre me ne përballë mis Covidit, që kandidate e narkosit dhe regjimit narkos. Unë thash që takimi është me gjitha partitë parlamentare. Qorri është parti e majtë radikale. Ne flasim për partitë e qendrës djathtë dhe aktorët dhe faktorët e tjerë politikë që janë kontributorë në këtë shoqëri. Për partitë parlamentare, ne nuk kemi asnjë vit të kuqe për asnjërin nga ata. Keni nisur negociatat ose komunikimet me Lapajt dhe me Shejën? Keni lënë një datë, orë takimi? Tani sot kemi takimin, po zhvillojmë takimin me dy aleatët tanë. Me Diun dhe Dukën, pra me Partinë Republikane dhe Partinë Agrare Metaliste. Në ditën e vazhdim do ulemi me Partinë e Lirisë, do ulemi me partitë të tjera parlamentare, dora jonë do jetë e shtrirë, ftesa jonë është për çdo parti parlamentare të qendrës dhe të qendrës djathtë.